Dramat e pas Big Brother nuk kanë të ndalur dhe kësaj radhe radhën për të sqaruar gjërat e kishte Sasa Hoda. E ftuar në rubrikën koment për koment të Prive by Liberta Spahiu, ajo vendosi t'u jap fund një herë mirë thashë themeve që po qarkullojnë kudo në rrjet. Pika më e nxehtë e bisedës ishte pikërisht raporti i saj me këngëtarin Kushtrim pas daljes nga shtëpia e famshme. Ndërkohë që Kushtrimi kishte deklaruar publikisht se rrugët e tyre nuk ishin kryqëzuar pas përfundimit të rrugëtimit të tij në reality show, Sasa e ka një version krejt tjetër të historisë, duke e nxjerrë atë bllov. Duke ju përgjigjur kuriozitetit të pafund të ndjekësve, ajo pranoi me qetësi se dyshja në fakt është takuar që të nesërmen e eliminimit të tij, duke zbuluar edhe detajet se si ndodhi gjithçka. Jemi takuar. I thash Kushtrimit që foton që e kemi bërë bashkë postoje ti se unë s'po du. Jemi unë, Labinoti, Kushtrimi. Të nesërmen kur ka dal Kustrimi prej Bigut. Edhe pse ai ka thënë s'jam pa me Sasën, jemi parë, ka thënë ajo. Por përpara se fansat të fillojnë të krijojnë skenar romantik në kokat e tyre, Sasa u sigurua të vendos pikat mbi rreth asaj se çfarë po ndodh saktësisht mes tyre. Ajo theksoi se pavarësisht raporteve jashtëzakonisht të mira që vazhdojnë të ruajnë, mes tyre nuk ka asgjë më shumë se një miqësi solide. Jeta e vërtet jashtë kamerave i ka gjetur të dy shumë të zënë me angazhimet e tyre. Raportet tona janë tepër të mira. Për momentin nuk kemi aq shumë kohë për me u pa e me nejt aq shumë si në shtëpi. Njerëzit po na shohin si çift, po ju them jo, nuk jemi çift, përfundoi ajo, duke i dhënë kështu fund aludimeve të publikut që shpresonte për një romancë të re në showbiz. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.